E bën edhe të drejtje, ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. For any independence. Costing an excessive training this summer. Imagjino për një sekond që je duke ngrirë plak. Dhe jo kështu kanë ftohtë se harrova gjaketën, po ngrirje ekzistenciale, të futet në palë se dridhen leqet dhe qëndron aty për 6 muaj të vitit. Po ha patate. Ndoshta tek tu në një peshk, në një areng për të ndryshuar dorën, por jo në një gjë kështu e di. Vendi yt në thelb është si një brez I gjatë, I dhëmbëzuar graniti dhe akulli I kapur pas majës së Europës. Fshitet tu suedezët janë të pasur, kanë makineri, industri, pasuri. Ti ke peshk, pemë dhe një ndjenjë kanceroze të përhapur thellësisht të inferioritetit kombëtar. Dhe kjo është një përshkrim I të shkuar, por sot, e zëm se sot ti lind në njëjtin vend. Në momentin që ti merr frymën e parë, sotron direkt pa bër asnjë lloj gjëje, rreth $250,000, të paktën në letër. Kombi shteti yt zotëron më shumë aksione, letra me vlerë dhe pasuri të paluajshme se sa ti mund të përfiturosh. Ke fituar llotarinë e jetës plak. Ke lindur literalisht me lukë të artë. Dhe kjo nuk është prallë. Është historia se si një komb peshkatarësh, fermerësh dhe plaçkicish krijoi arkën më të madhe të thesarit në historinë njerëzore në mënyrë tronditse dhe për më shumë vendosi të mos I shpenzojë të gjitha në luks dhe çmenduri. Kjo është historia e Norvegjisë. Krijimi I këtyre episodeve kërkon kohë dhe durim. Dhe do isha shumë falënderues nëse ju do t'tregoni mbështetjen tuaj duke lënë një like, duke komentuar në këtë episod dhe duke shpërndarë me miqtë tuaj. Për ata që kanë dëshirë, mund të lini donacione përmes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimeve në Spotify. Linket për këto I keni në përshkrim. Historia e Norvegjisë fillon me një gënjeshtër për të ashtu quajturën I varfri I Skandinavisë. Le të kthehemi pas për të rrezuar një mit si fillim. Mbase ke dëgjuar njerëz që thonë se Norvegjia para se të zbulojë nafta ishte si një vend I botës së tretë. Kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Ata nuk ishin të varfër në kuptimin e varfërisë ekstreme që ne imagjinojmë sot, por padyshim ishin, le të themi, vllai I varfër I Skandinavisë. Nëse imagjinon të ulur në një kafene në Norvegji, atmosfera është e zymt. Qeveria është e fiksuar pas rindërtimit pas luftës. Bile racionohen dhe makinat. Me të vërtetë, të duhej leje për të blerë një makinë deri në vitin 1960. Luksi nuk mendoj hiç. Ekonomia ndërtohej mbi 3 gjëra: prerja e pemëve, nxjerrja e gurëve nga toka dhe hedhja e rjetave në det të ngrirë për të kapur peshk. Punëra të vështira dhe tejet e rrezikshme. Por historia e ka humorin e cekët. Në 1959, Shërbimi Gjeologjik I Norvegjisë, ekspertët e supozuar, njerëz me doktoratura dhe çekiça gjeologjik, I dërguan një letër Ministrisë së Punëve të Jashtme. Aty shkruhej: mund të injorohet mundësia që të ketë qymyr, naftë apo squfur në korën kontinentale përgjatë Bregdetit norvegjez. Mendoj tani se sa e rëndë është që këta të kollëndricurit që I mbajmë në piedestal kishin shkruar këtë letër. Është ekuivalenti gjeologjik I atij drejtuesi të Decca Records atëherë që refuzoi Beatles sepse grupet me kitara ishin drejt fundit, apo I shkencëtarëve të paguar në vitet 50-60 që u paguan për thënë se vajrat e përpunuar janë të shëndetshëm, ashtu dhe sheqeri, por mishi I kuq dhe prodhimet e tjera natyrale që e kanë sjellë njerëzimin deri këtu janë kancerogjene. Është temë për herë tjetër mbase kjo. Ky ndoshta ishte mendimi profesional më I gabuar në historinë ekonomike dhe shkencore. Të paktën nga ata që janë provuar dhe pranuar sot. Në atë kohë Norvegjia shikonte detin e veriut dhe shifte vetëm probleme. Ishte, le të themi, një pellg I errët, I stuhishëm, I dhunshëm ujë që gëlltiste anije dhe marinar. Ishte varrez ujore e kripur. Por ndërsa norvegjezët hanin patate dhe u besonin gjeologët e tyre, diçka po ndodhte në jug. Pas një viti, holandezët zbuluan fushën e gazit Groningen. Ishte masive, fusha më e madhe e gazit natyror në Europë. E thelbi qëndron që gjeologjia nuk është se njeh kufi. Nëse kishte gaz në Hollandë dhe formacionet shkëmbore shtrihenin drejt veriut, logjika thoshte se mund të kishte diçka edhe në ato oqean të tërbuar norvegjez. Dhe këtu, me ngadalë, hyn në skenë peshkaqenët e parave. Në fillimin e viteve 60, kompaninë ndërkombëtare të naftës, gjigant amerikanë si Phillips Petroleum apo Esso, filluan të gërmonin, të nuhasnin. Erdhën në Norvegji si ujqër që shikojnë një dele që nuk di që është ulur mbi një minjerari.
ata ju ofruan qeverisë norvegjeze një propozim shumë të thjeshtë. Ne do të marrim të drejtat ekskluzive për të eksploruar oqeanin tuaj. Do t'ju paguajmë një tarifë të vogël dhe do marrim gjithë naftën. Dakord vëlla? Mendonin se kishin përballë shqiptarë që i dhanë shpirtin bankersit. Mendonin se mund të brinin të drejtat për gjithë korën kontinentale norvegjeze me çmimin e një makine të përdorur. Por norvegjezët mund të ishin të varfër, por budallënj nuk ishin. Arma e tyre sekrete ishte një jurist i quajtur Jens Evensen. Një emër që duhet mbajtur mend. Jensi nuk ishte gjeolog, ai ishte burokrat. Kur kompanitë e naftës trokitën në derë, ai kuptoi diçka. Ligjet ndërkombëtare për pronësinë e shtratit të detit ishin të paqarta. Kështu që si burokrat i mirë, ai deklaroi se Norvegjia zotronte gjithçka. Ai shpalli në mënyrë të njëanshme sovranitet mbi korën kontinentale. Ishte një lëvizje e guximshme. Se fundja vizatoi një vijë në mes të detit veriut dhe tha: "Gjithçka që është në këtë amvllaj është e jona, mos ma prek." Dhe në atë kohë nga që askush nuk e dinte me sigurinë kishte naftë apo jo atje, pjesa tjetër e botës ngriti supet edhe mirë vëlla në rregull, kënaqu me shkëmbinjt dhe ujin e kripur. Dhe kështu ndërtohet skena për atë çfarë ndodh më vonë. Qeveria e asaj kohe ishte ashpër, paksa socialiste dhe kursimtare. Kishte kompani arrogante amerikane të naftës. Dhe tashmë ti u gjende me një oqean të ngrirë që ekspertët lokal betoheshin se ishte bosh. Për disa vite, dukej se këta lloj ekspertësh kishin të drejtë. Kompani shpuan, nuk gjetën asgjë. Shpuan përsëri prapa asnjë gjë. Pus pas pusi i thatë. Duket pak si shpiragu. Miliona dollar digjeshin dhe atmosfera sa vinte e rëndoi. Deri në verën e vitit 1969, kompanitë e naftës thuajse kishin mbaruar punë. Po bënin gati plaçkat edhe të iknin. Ëndra norvegjeze e naftës dukej sikur ishte vdekur përpara se të fillonte. Por gjithmonë është më e errët përpara agimit. Në këtë rast është gjithmonë më e shtrenjtë përpara se të godasësh çmimin e madh. Po nuk u bë keq, nuk bëhet më mirë se fundja hallet për njerëzit janë. Dhe pastaj ndodhi. Më 23 dhjetor, vetëm pak ditë para Krishtlindjes, platforma e shpimit Ocean Viking goditi diçka. Jo pak naftë. Jo një rezervë modeste që do zjaste për disa vite. Një depozit kolosale. Ishte një përbindësh plak. Një nga zbullimet më të mëdha të naftës në det të hapur në histori. Rezervat ishin marramendse. Presioni ishte jashtëzakonshëm. Nafta shpërthente nga toka sikur planeti vet ishte lodhur duke mbajtur fshehur. Na drejt se më vdiqe, dua naftë, na, gopu. Më përpara Norvegjia kishte një mentalitet thuajse lypsar që vdiqem për çik naftë, valla, duam naftë. Ku është nafta? Dhe në momentin tjetër, demi plak. Kemi gjetur literalisht një det të dytë me naftë. Tani imagjinoje se çfarë ndodhi në Oslo apo në qytete të tjera. Krishtlindja po afroi, dritat në rrugë, dyqanet e mbushura. Në zyrat e qeverisë disa njerëz po shikonin shifrat dhe me ngadalë po kuptonin se gjithçka do të ndryshonte përgjithmonë. Por këtu është pika ku historia mund të kishte marrë një kthes të shëmtuar. Shumë vende kanë gjetur naftë dhe shumë vende janë shkatëruar prej kësaj. Ekziston një term në ekonomi që quhet mallkimi i burimeve. E kemi cekur pak tek episodi mbi Venezuelën dhe Maduro. Ideja është e thjeshtë. Kur një vend zbulon një burim të madh natyror, ai shpesh bëhet dembel, para derdhen pa kufi, politikanët fillojnë të shpenzojnë pra kriter. Monedha forcohet aq shumë sa shkatërron eksportet e tjera. Industria e vendase vdes pak a shumë. Kështu rritet korrupsioni, elitat pasurohen, pjesa tjetër e popullsisë mbetet me duar në xhepa. E kemi parë në shumë vende këtë, se nafta bëhet drogë dhe si çdo drogë tjetër krijon varësi. Norvegjia ishte në një pikë kritike. Mund të kishte zgjedhur rrugën e konsumit më njëhershëm, ti ulet taksat në zero, ndërtonte pallate, ta shpërndante para sikur ishte prerë me gëshër. Por ndodhi diçka e rrallë në politikë. Për herë të parë, disa politikanë menduan në mënyrë afatgjate, tamam një mutacion i qartë politik. Në vitin 1971, parlamenti norvegjez miratoi atë që u bë e njohur si 10 urdhërimet e naftës. Dhe nuk ishin vetëm slogane bosh, ishin parime konkrete. Një nga më të rëndësishmit ishte burimet e naftës i përkasin popullit norvegjez. Jo kompanive të huaja, jo shtetit si entitet, jo një grushti oligarkësh, por njerëzve. Një tjetër parim duhet të krijohet një kompani shtetërore për të siguruar kontrollin kombëtar. Dhe kështu rin mbjestetohet, ose siç njihet sot, Equinori. Por ata nuk është i përjashtuan automatikisht gjitha kompanitë e huaja, se këtu qëndroni gjithë genialiteti i modelit. Ata i ftuan kompanitë e tjera të vinin, por me kushte të qarta. Do paguanin taksa të larta, do ndanin fitimet dhe do të transferonin teknologji dhe njohuri tek norvegjezët. Ishte një partneritet por me rregulla të shkruara nga Oslo dhe si rrallë herë mbronte drejt për drejt interesin kombëtar. Ndërkohë ekonomistët paralajmëronin për një tjetër rrezik, sëmundjen holandeze,
kur të ardhurat nga burimet forcojnë monedën aq shumë sa sektorët e tjerë bëhen jo konkurrues. Edhe këtë e kemi folur pak tek episodi mbi Venezuelën. Le ta përfytyrojmë pak. E zëm se ke një fabrikë druri në Norvegji, papritur paga mesatare rritet sepse industria e naftës paguan më shumë se sa paguan ti. Monedha forcohet, eksportet bëhen më të shtrenjta, fabrika mbyllet dhe gjithçka përqendrohet tek nafta. Kjo është një rrugë e rrezikshme dhe Norvegjia vendosi të mos e lejonte këtë. Ata krijuan një sistem ku shumica e të ardhurave nga nafta nuk futeshin drejt për drejt në ekonomi, nuk do të shpërndaheshin menjëherë. Në vend të kësaj, në vitin 1990 ata krijuan Fondin Global të Pensioneve të Qeverisë, i njohur ndryshe në përditshmëri si Fondi Sovran i Norvegjisë. Ideja ishte radikale në thjeshtësinë e saj. Ne do ta nxjerrim naftën nga toka, do ta shesim dhe parat nuk do t'i shpenzojmë, por do t'i investojmë. Jo vetëm në Norvegji, por në gjithë botën, në aksione, letra me vlerë, pasuri të paluajshme, çfarë të jetë mundësia. Në thelb Norvegjia vendosi të transformojë një burim të kufizuar natyror në një portofol të përhershëm financiar, sepse nafta do mbarojë një ditë, por fondi, nëse menaxhohet mirë, mund të zgjasë edhe për gjithmonë. Sot ai fond vlen mbi $1 trilion. Ky fond zotëron afërsisht 1 deri në 2% të gjitha aksioneve të listuara në botë. Kur ti blen një aksion për shembull të një kompanie të madhe globale, ka shumë gjasa që një pjesë të vogël të saj i përkas popullit norvegjez. Dhe kjo ndiqet nga aspekti më i disiplinuar nga të gjithë. Qeveria nuk mund të shpenzojë fondin sipas dëshirës. Ekziston një rregull fiskal që thotë ata mund të përdorin vetëm një përqindje të vogël të kthimit të pritur vjetor, pak a shumë rreth 3%. Po nëse vure re jo të kapitalit në gjithësi, vetëm të fitimit të pritshëm. Është si të kesh një pemë që prodhon frutat dhe ti ha frutat, nuk është se pret pemën, edhe frutat me karar. Jo si këta tanët që hanë edhe kumllat e darthat me gjithë gjethe, trunjgje dhe rënj. Kjo disiplinë ka bërë diferencën. Se gjatë kësaj kohe Norvegjia investoi në arsim, infrastrukturë, teknologji, ndërtoi një shtet social të fortë, me shërbime publike të financuara mirë, por gjithmonë me një sy nga e ardhmja. Tani kjo nuk do të thotë që gjithçka ka qenë perfekte, se ka debate, ka kritika, shqetësime për varësinë nga energjia fosile në një botë që po kalon në tranzicionin e gjelbër etj. Po në terma makroekonomik, Norvegjia arriti diçka që shumë të tjerë nuk e arritën dot. E shmangu mallkimin e burimeve. Mori një pasuri të papritur, pothuajse aksidentale, dhe e ktheu në një mekanizëm stabiliteti afatgjatë, nga patatet dhe peshku tek një nga fondet më të mëdha investuese në histori. Dhe ndoshta mësimi i madh nuk është për naftën, por për vetë kontrollit, sepse në fund të fundit, gjetja e një arke thesari është fat, por vendimi për të mos e shpërdoruar atë është aftësi karakteri. Gjithsesi, historia nuk është e mbaron këtu, sepse çdo model sado i suksesshëm përballet me një pyetje të pashmangshme. Çfarë ndodh kur kushtet ndryshojnë? Në vitet 2000, çmimet e naftës u rritën ndjeshëm. Të ardhurat u shtuan me shpejtësi, fondi u rrit me ritme marramendse. Çdo vit miliarda të reja shtoheshin në portofol. Tundimi për të shpenzuar, mund ta merrni me mend, ishte real. Politikisht është shumë e thjeshtë të thuash, kemi para alla, pse mos i përdorim? Pse mos i ulim taksat? Pse të mos rrisim shpenzimet publike? Por rregulli fiskal që u vendos në fillim funksionoi si një lloj freni institucional. Ai e zhvendosi debatin nga kemi para apo jo në a është kjo brenda kufirit të qëndrueshëm. Dhe ky është ndryshimi thelbësor në vetvete. Në vend që fondi të shihej si një llogari bankare gjigande, ai u trajtua si një instrument ndërbrezor. Parat nuk janë vetëm për ne, janë për ata që do të vinë pas nesh. Kjo krijoi një farë lloj kontrate morale mes brezave. Nafta është një pasuri e fundme. Ajo i përket jo vetëm atyre që jetojnë sot, por dhe atyre që do të jetojnë kur puset të jenë tharë dhe mos të ketë më asnjë pikë naftë. Në praktik, fondi u menaxhua nga Banka Qendrore e Norvegjisë përmes një strukture profesionale të pavarur nga politika e përditshme. Investimet u shpërndan globalisht për të shmangur varësinë nga një sektor apo rajoni vetëm. Dhe sigur këto nuk ishin mjaftueshëm, ka edhe një dimension tjetër që anashkalohet por që e bën akoma më interesant. Etika. Fondi norvegjez ka udhëzime etike për investimet. Ai ka përjashtuar kompani të përfshira në prodhime të armëve të ndaluara, shkelje të rënda të drejtave të njeriut, dëmtime serioze midisore. Të paktën e letra, të paktën dëshira është aty. Se kjo nuk është thjesht çështje imazhi, është pjesë e filozofisë së menaxhimit. Nëse pasuria është kolektive, investimet duhet të reflektojnë vlerat kolektive. Tani sigurisht kjo ka për debate. Çfarë është etike, kush e vendos çfarë është etike, a duhet një fond investimi të jetë neutral apo normativ? Por fakti që këto debate zhvillohen publikisht tregon një transparent të lartë institucionale.
gjëra që ne në Shqipëri as nuk i perceptojmë dot. Ndërkohë ekonomia norvegjeze mbeti relativisht e ndryshueshme, e shumëllojshme. Industriat hetare, teknologjia, energjia e rinovueshme dhe sektorë të tjerë vazhduan të zhvillohen, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Gjithsesi, sfida e tranzicionit energjetik është reale, se bota po lëviz drejt dekarbonizimit. Kërkesa për naftë në aspektin afatgjat edhe mund bjerë. Kjo mund të krijojë një tension të lartë. Një pjesë e madhe e pasurisë së Norvegjisë erdhi nga energjia fosile, ndërsa e ardhmja kërkon reduktimin e saj. Kjo e bën modelin norvegjez akoma dhe më interesant. Sepse tani pyetja nuk është vetëm se si të menaxhosh një burim, por si të menaxhosh një rënje të mundshme. Fondi sovran është në një farë mënyre një mekanizëm amortizues për këtë tranzicion. Ai jep shtetit hapësira fiskale për të përshtatur pa panik, pa masa ekstreme, pa destabilitet, pa taksa idiote. Dhe po ta krahasosh me vende ku buxheti publik varet drejt për drejt nga çmimi i naftës, kur çmimi bie edhe stabiliteti politik. Ku rritet shpenzimi pa kontrolluar. Norvegjia e shkëputi sa më shumë që ishte e mundur lidhjen direkte midis çmimit të naftës dhe buxhetit vjetor. Dhe kjo nuk është vetëm arritje teknike apo ekonomike, është edhe kulturore, sepse fundi fundit institucionet janë reflektimi i kulturës politike, dhe kultura politike norvegjeze karakterizohet nga konsensusi, transparenca dhe një nivel relativisht i lartë i besimit shoqëror tek vendimarrësit. Besimi është një faktor që nuk matet lehtë, por është thelbësor. Kur qytetarët besojnë se fondi menaxhohet në interesin e tyre, presioni për përdorim afatshkurtër zvogëlohet, është logjike. Në shumë vende të tjera mungesa e besimit e bën pothuajse të pamundur krijimin e një strukture të tillë. Pyetja lind, a është modeli norvegjez i kopjueshëm? Teorikisht po, çdo gjë është e bëshme, çdo gjë është e mundshme, por në praktik është shumë kompleks, sepse nuk mjafton të krijosh një fond sovran. Të duhet përgjithsisht disiplinë fiskale, duhen institucione të forta, duhet transparencë, duhet një kulturë që toleron kursimin në kohë bollëku. Duhen njerëz që nuk e kanë mendjen kaçat kapësh se do e marrë tjetri. Dhe mbi të gjitha duhet një vullnet për të menduar në dekada, jo cikla zgjedhore. Në retrospektiv, momenti kyç nuk ishte vetëm zbulimi i naftës, ishte vendimi që pasoi. Shumë vende kanë pasur fatin të zbulojnë pasurinë në tokë. Pak e kanë pasur maturinë për ta trajtuar si, le të themi, provë karakteri. Dhe Norvegjia nuk u bë e pasur vetëm sepse kishte naftë, ajo u bë e pasur pikërisht sepse vendosi se si do ta përdorte atë. Në fund kjo histori nuk është thjesht histori naftë, është histori vendimarrjeje në presion. Çdo vend që zbulon një burim të madh natyror përballet me të njëjtën dilemë themelore. Ta konsumojmë më njëherë pasurinë apo ta strukturojmë atë për të ardhmen. Nafta është kapital natyror. Fondi sovran është transferimi i këtij kapitali natyror në një kapital financiar. Rregulli fiskal është ai mekanizmi që mbron atë kapital nga impulsiviteti njerëzor dhe politik. Dhe ky transformim është i gjithë thelbi i modelit norvegjez. Ata morën një burim të fundshëm dhe e shndëruan në një instrument potencialisht të përhershëm. Por asgjë nuk është automatike. Fondi luhatet me tregjet globale. Kriza financiare ndrikoi në vlerën e tij, lufta, inflacioni, cikle ekonomike, të gjitha e prekin portfolin. Në vitin 2008 për shembull, dhe në vitet e tjera me paqëndrueshmëri, vlera e fondit randjeshëm. Megjithatë, struktura e disiplinuar e menaxhimit e bëri sistemin rezistent, se në vend që të reagonin me panik, autoritetet mbetën brenda kornizës së rregullit. Kjo qëndrueshmëri institucionale është ndoshta elementi më i rëndësishëm i gjithë historisë. Se sot Norvegjia është një nga vendet me standarde më të lartë të jetesës në botë. Ka infrastrukturë të zhvilluar, sistem social funksional, institucione të forta dhe një rezervë financiare që shumë shtete nuk do ta imagjinonin kurrë, por sfidat nuk mungojnë. Tranzicioni energjetik do të reduktojë gradualisht rolin e hidrokarbureve. Demografia, ose më saktë plakja e popullsisë mbase do ushtrojë një presion mbi sistemin e pensioneve. Globalizimi financiar e bën fondin të ekspozuar ndaj rreziqeve dhe nuk kontrollohet në Oslo. Kjo do të kërkojë një përshtatje të vazhdueshme, por jam i bindur që siç ja kanë dalë deri sot do vazhdojnë të dalin edhe në të ardhmen. Në thelb modeli norvegjez nuk është një formulë magjike. Është një kombinim i disa faktorëve. Sovraniteti i qartë mbi burimet, tatimi i lartë dhe pjesëmarrje shtetërore, transferimi të ardhurave jashtë ekonomisë vendase, investim global dhe i diversifikuar, rregull fiskal i qëndrueshëm, transparencë dhe mbikëqyrje publike dhe kulturë e fortë e besimit institucional. Dhe për si thurat e Skënderbeut, pa një nga këta element, sistemi do të ishte më i brisht. Historia e Norvegjisë është një shembull se si një shtet i vogël mund të veprojë me racionalitet strategjik në një moment kyç historik. Zbulimi i rezervave ishte fat. Menaxhimi i pasurisë ishte zgjedhje. Dhe ndoshta ky është mësimi më i rëndësishëm.
Pasuria e vërtet e një kombi nuk matet vetëm me atë çka nxjerr nga toka, por me mënyrën se si ndërton institucione për ta administruar atë. Nafta mund të jetë burimi fillestar, por karakteri institucional është faktori përcaktues. Nëse ky faktor ruhet, fondi mund të vazhdojë të funksionojë për dekada, ndoshta për shekuj. Nëse do psohet, as të gjithë 1.6 trilion dollar apo sa kanë arritur tani nuk do të mjaftonin. Në fund, mbetet të themi se Norvegjia nuk është thjesht një histori ekonomike, është një eksperiment i suksesshëm mbi vetë kontrollin kolektiv. Dhe ky vetë kontroll është shumë herë më i rrallë se sa vetë nafta. Unë ju falenderoj që dëgjuat këtë episod të Buçi Podcast. Ju lutem të lini një pëlqim, koment e ta shpërndani me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë, mund të na dërgoni donacione mes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimeve në Spotify. Deri herën tjetër, bashkë miru dëgjofshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.